Kryeministri Edi Rama zhvilloi këtë javë një vizitë në Vatikan, ku vizitoi Bazilikën e Zojës së Këshillit të Mirë dhe zhvilloi takim me Papa Leonin e 14. Në këtë vizitë Rama i bëri një ftesë Papës për të marrë pjesë në festën e 130 vjetorit të shpalljes së Zojës së Këshillit të Mirë Mbrojtësja e Shqipërisë, duke theksuar rëndësinë e marrëdhënieve të ngushta me Selinë e Shenjtë. Patjetër që ishte me një peshë të veçantë, siç mund të kuptohet, edhe prezantimi me Papa Luanin e 14, një karakter, një natyrë krejt të ndryshme nga Papa Franceskut, por një njeri me një dritë dhe me një mirësi të thellë, me cilin sigurisht që folëm për Shqipërinë, folëm për rajonin, folëm për botën, dhe të cilin e ftova që t'jeti pranishëm në festën e madhe të Komunitetit Katolik, pikërisht për 130 vjetorin e shpalljes së Zojës Këshillit Mirë nga Papa Luani 13, Mbrojtësia e Shqipërisë, Regjina d'Albania. Nuk e di ja do t'jetë e mundur, por gjithsesi ftesa u bë dhe Papa u shpreh shumë i interesuar. Rama e konsideroi vizitën si një moment të veçantë emocional, duke kujtuar edhe miqësinë e hershme me Papa Franceskun dhe rëndësinë e marrëdhënieve historike të Shqipërisë me Selinë e Shenjtë. Një tjetër moment emocionues ishte edhe qëndrimi në sallën e pritjes përpara audiencës me Papa Luanin e 14, ku u ktheva mbrapa në kohë. Në po atë sallë, në pritje të takimit të paharrueshëm me Papa Franceskun, pasi ai ishte zgjedhur pap dhe pasi unë isha zgjedhur kryeministër, dhe prej ku u krijua baza e një miqësie të jashtëzakonshme. Një miqësie e cila është një ndër gjërat më të bukura të jetës time. E për këtë arsye edhe homazhi në varrin e thjesht, po shumë të bukur të Papa Franceskut, i cili u bë dhe një mik i madh i Shqipërisë, i cili e mbajti gjithmonë vendin tonë në lutjet e tij, duke përcjellë mesazhe të vazhdueshme, dashurie, afërsie, respekti, mirësie për popullin shqiptar, ishte absolutisht prekës. Kjo vizitë sipas Ramës konfirmon rëndësinë e bashkëpunimit dhe dialogut të vazhdueshëm të Shqipërisë me Selinë e Shenjtë.